11 tash po do me mësu mu. A duhet me mbyll seancën? Mas po një vonu. Vesh jeni vonu 11 tash me këtu. Unë isha 11 e 20 profesor nuk bën çështo bre. Nuk ka shembull i mirë. Nuk ka shembull i mirë. 11 tash po do me mësu mu. Ti o dosh mjanë A mbyte për idenë tonë. Unë po të pyesë njerë, avokat, a duhet me mbyll seancën? Duhet, se ju s'po merr një vesh. 27 herë s'ka më botë që shtu që keni bojë. 27 herë mos më marrësh. Nuk keni jo. Jeni marrë vesh për me bo festën e Bajramit. Vesh për që ata jeni marrë vesh. Keni pas nesër, mas jo Bajrami keni shty për sot. Pa e ditë fajtorin, së në zgjidhëm që. Po mi, s'po dojmë me ditë fajton apo dojmë zgjidhje për juve. Ju kem dhënë vota, ti s'po na intereson fajtori. Unë ta bona krahasimin me. Po e ki po shumë gabim. Po më vjen shumë keq, po çështo që si krahasime mos i përdor te studentat. Mos i përdor. Me thon gjithë kanë faj, është me thon vendosur. Deri që tu në sallë sa jeni gjithë keni faj, gjeni zgjidhje mbrana s'po na intereson hiç. Jashtë politike, ju jeni dy avokat edhe një fjalë po thonë. Ju jeni dy avokat. Një nga rritjet më civilizuese të civilizimit që përkasim na. Po. Është ajo që quhet, ju e dini, individualizimi i përgjegjësisë. Po. S'ka përgjegjësi kolektive. Pse s'ki fol vetë për çeton një pse çdo vjasi ki fol zancën e parë. Kolektive. Pse s'ki fol? Pse ki lën 27 herë me orë? Pse s'po del media me thon kush o fajton? Jo 27 herë. Pse s'vjen me kohë? I kum thon, jo rol vjen me kohë. Jo, ku kesh unë avokat? Po ku kesh unë? Jo, përpara se ju të bëj se ti hinë kësaj lloj po do më na mësu. Ja, unë ta thash në timin